Sot u mbajt prezantimi i agrobuxhetit të komunës së Ulqinit për vitin 2026 në sallën e Kuventit të komunës së Ulqinit, ku morën pjesë përfaqësues institucional, fermer dhe prodhues lokal. Ky prezantim shërbeu për të informuar publikun mbi masat konkrete mbështetëse dhe mundësitë që ofron ky program për zhvillimin e bujqësisë dhe zonave rurale. Të nderuar të pranishëm, të nderuar bujq, prodhues, udhishtar, bletar, lektor dhe gjithë kontribuesit të tjerë të sektorit të bujqësisë, kam nderin dhe kënaqësinë që në emër të Sekretariatit për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Ekologji t'ju përshëndes dhe t'ju informoj se takimi i sotshëm ka thjesht një karakter informativ lidhur me masat mbështetëse në bujqësi dhe të paraparan nga agrobuxheti lokal, në mënyrë që të kemi një komunikim sa më drejt për drejt dhe sa më efektiv për që t'i përmbushim sa më mirë nevojat e juaja. Fillimisht do bëj një përmbledhje të shkurtër nga viti i kaluar, nga viti 2025. Shkurtimisht do të theksoj se vitin që lam pas, mund të them se jemi munduar të jemi mjaft aktiv dhe kemi punuar në mbështetjen e sektorit bujqësisë, me qëllim zhvillimin sa më tej të kësaj fushë. Agrobuxhetin viti 2025 në një shumë prej 250.000 euro e kemi realizuar plotësisht, e kemi realizuar nëpërmes thirrjeve publike për subvencionime në fushën e bletarisë, në fushën e lektorisë, udhishtarisë, peshkimit, prodhimit bijimor dhe prodhimit të qumshtit. Pra jemi munduar të prekim çdo fushë të prodhimtarisë pa anash asnjë fushë. Agrobuxhetin e kemi hartuar me synim që të forcojmë sa më tej sektorin e bujqësisë, për të mbështetur investimet, për të nxitur prodhimin vendas, për të rritur konkurrueshmërinë në treg. Shkurtimisht do filloj, i keni edhe para jush me siguri masën mbështetëse, kemi parapar 8 masa mbështetëse. Gjatë gjithë vitit do jemi aktiv në subvencionimin e premiumit të qumshtit, pra vitin e kaluar ishte 5 cent për litër, këtë vit e kemi rritur 7 cent për litër, pa marrë parasysh, domethënë pa kufizime, pa kriteriume, çdo prodhues i qumshtit në komunën e Ulqinit përfiton 7 cent për litër të qumshtit të dorëzuar në qumshtore. Pagesa bëhet çdo muaj, pra rregullisht, dhe çdo kush që dorëzon qumshtin ka drejt të përfitojnë këtë premi. Masa e dytë mbështetëse është mbështetje rreth 50% e investimit në blerje të mekanizimit dhe pajisje në bujqësi dhe peshkim. Aty kemi parapar 65.000 euro total. Planifikojmë që këtë mas ta hapim në javët që vjen, gjithsesi javën e ardhshme. Këtu do kenë mundësi të aplikojnë çdo bujk i regjistruar në Agistri Bujqësore dhe çdo blerje të mekanizimit të pajisjes duke dorëzuar fakturën e blerë të investimit deri në 1.600 euro ka mundësi refundim në 800 euro. Vitin e kaluar ishte 700 euro, këtë vit kemi rritur 800 euro. Po ashtu e njëjta vlerë e investimit është edhe të prodhimi bijimor, po edhe aty kemi parapar 1.600 euro investim të pranuar, ndërsa 800 euro refundim të blerjes së farave, fidaneve, analiza laboratorike të tokës, analiza të produkteve, pajisje për mbjellje, sera, nailon, tunel e tjerë. Afati i realizimit do jetë i ndarë në 2 periudha, do jetë i ndarë në periudhën mbjelljen e pranverore, që do jetë prill-qershor, dhe afati i dytë i realizimit do jetë mbjellja vjeshtore, që do jetë periudha e realizimit shtator-nëntor. Masa tjetër mbështetëse është e lidhur me bletarin. Aty po ashtu kemi parapar 8 euro premium për koshere bletës. Do të thënë çdo
vletar i regjistruar në drejtorinë për çështje fitosanitare, veterinari dhe siguri të ushqimit, me numrin që kanë të regjistruar të koshereve, përfitojnë 8 euro për premi për koshere bletësh. Afati realizimit do jetë në periudhën maj-qershor. Masa tjetër mbështetëse është mbështetje e zhvillimit rural. Këtu kemi paraparë mbështetje deri në 2.000 euro të investimit të miratuar, pas të një kërkesë për shkrimit të investimit me parafatur apo me ofertë. Fermat bujqësore, prodhuesit, shoqatat, bashkitë lokale kishin mundësi të aplikojnë dhe 40% e investimit, pra investimi me vlerë 5.000 euro, 40% e investimit planifikohet të refundohet. Po ashtu kemi parapar edhe subvencionim në përpunimin e qumshtit, pra prodhuesit e djathit apo xhemave ose produkteve tjera bujqësore, premium vjetor për përpunimin e produkteve të tjera që prodhojnë në fermat apo në ambisrit e tyre. Thjesht kusht është regjistrimi në regjistrin e objekteve për prodhim, përpunim dhe shpërndarje të ushqimit nga Drejtoria për Sigurinë e Ushqimit, Veterinë dhe çështje fitosanitare. Afati realizimit do jetë maj-qershor ose dikun rreth muajin e ardhshëm. Po ashtu një masë e re mbështetëse është rritja e fondit blegtoral. Domethënë nëse planifikojnë blerje të baktive apo ngritje të farmave të reja për pula, për lop, dele, dhi, derra, çfarëdo mund të aplikoni për ngritjen e farmave të reja. Afati realizimit do jetë prill-qershor. Aktualisht nuk i kemi hapur, domethënë veç 2 thirrje kemi hapur për mbështetjen e pajisjeve, për mbështetjen e mielljeve, mielje prodhimit bimor, sepse ministria i ka hapur dje apo pardje. Kështu që si përfundojnë masat mbështetëse të ministrisë, do i hapim edhe ne masat tona. Përveç kësaj, programi përfshin edhe mbështetje për aktivitete promovuese dhe edukative, si pjesëmarrje në panajire dhe përmirësimi i brendimit të produkteve lokale. Në tërësi, agrobuxheti 2026 paraqet një mbështetje konkrete financiare për fermerët, duke synuar rritjen e prodhimit, modernizimin e sektorit dhe zhvillimin e qëndrueshëm rural në komunën e Ulqinit. Pjesë e takimit të agrobuxhetit 2026 ndër të tjera ishte edhe kryetari i komunës së Ulqinit, Ngence Nimanbego. Ky vit është viti ku buxheti është më i lartë se vitet e kaluara, por mund t'ju them si gjysmë sekreti kemi pas për arsye të buxhetore kemi pas limite të ndryshme, por do shohim që tentativa jonë është që ky buxhet të realizohet në masën maksimale, 110%, 100%, por edhe nëse duhet diçka masa tjera shtesë, kemi shansën me rebalans ndoshta të përmirësojmë diçka. Shtylla e këtij buxhetit janë 8 masat të cilat do t'ju paraqiten këtu, sigurisht që disa i dini, por këtu nuk do të shterrin aktivitetet e sekretariatit tonë për bujqësi dhe komunës, dhe do të jenë një aktivitet i cili me ndihmën tuaj, me sugjerimet tuaja, duhet të zhvillohet gjatë vitit 2026. Unë këtu do të jap fjalën për prezantimin e agrobuxhetit sekretare Sarta Muçaj me stafin e saj, të cilët duhet edhe në fillim të këtij shërtimit t'i jap një, do të thoja, urresë për përkushtimin e tyre në punën që bëjnë.